Problematike lista e PS-s në Gjirokastër, miq të dashur, sigurisht duke pasur parasysh emrat, nuk është vetëm Pirro Dhima, edhe Tërmet Peçi, nuk është konsideruar nga qytetarët e Gjirokastrës si një përzgjedhje shumë simpatike. Megjithatë, le t'i lëm komentet politike, për të qëndruar te faktet. Tenis Skuqi është me ne dhe duket se përplasja mes tij dhe ca individëve të tjerë ka vazhduar për këtë çështje. Zoti Skuqi, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, nderuar. Po si e më zotri? Mirë. Si ndihesh kur e shef fushatën nga larg? E shikoj në shumë shqetësim. Shqetësim sepse e shikoj për shembull marrim rastin edhe të fundit për atë Gjirokastrës. Ajo që është më e vërtetë nuk është puna e takimit Pirro Dhimës me trafikanti, po trafikanti ishte strukturë e Partisë Socialiste në Ilaçe dhe takimi atij është bërë. Qartë, domethënë, nuk është se është një, le të themi, pazar i vogël për vota, është një vazhdimsi, është një mënyrë veprimi. Jo që është një veprim, po tashmë Partia Socialiste po afron si paket. Përveç përhetimeve boshe, afron edhe si paket. Brenda paketës, edhe njerëz që janë të dënuar me mendim të punës së prerë. Dy herë bides, një në Greqi dhe një në Shqipëri. Edhe kjo është më e ndimshme në këtë histori. Që edhe jugu tashmë është për në fakt unë e konstatoj këtë situatë, e kam konstatuar këtë situatë që para 10 vitesh. Paskush nuk e mori shumë seriozisht. Që me një rast me atë kohës aktualisht ministre dhe deputete, Mirela Kombaro, me njerëz të inkriminuar. E kam publikuar atë foto, madje biznesmeni që ishte i dënuar kishte marrë edhe tendra publik, bënde dhe investime, bënde dhe takim para fushatës, edhe kjo është shumë shqetësuese në këtë Shqipërisë. S'ka guxuar kush në politikë që krimi të ri kaq bindshëm. Absolutisht. Mendoni se është kjo një situatë pa kthim për qarkun e Gjirokastrës, që qëndrojmë te ai qark ku ju keni informacionet më të shumta? E para punës ajo është vetëm të fshehemi pas gishtit, por e vërteta është që pas ndërhyrjes në Lazarat, që në fakt Lazarati ishte bërë problem, po ishte një problem i izoluar, ishte brenda Lazaratit, situata u pokisua, po thuajse në çdo territor të qarkut të Gjirokastrës u mbollën me ashash, edhe ashashi nuk mbillet pa jo kushdo e bie, po nuk mbillet pa miratimi politik. Kjo është shumë domethënëse, sepse aktualisht ata janë fuqisuar aq shumë sa edhe kanë marrë në kontroll edhe institucionet publike. Janë drejtues të pushtetit territoriale rajonale. Që unë jam duke investiguar, duke mua prova. Madje pra nuk është se thjesht po vazhdojnë aktivitet kriminal, ka shkuar për te, kanë dhe aktivitet edhe fuqizim politik dhe ekonomik. Po, absolutisht po. Absolutisht po, sepse edhe mënyra se si po fitoj kaq me fjalë mandate, që në gjuhën matematikore, kjo dhe ekselencë, me kuptimin e fjalës që me aq votues që ka qenë në Gjirokastrës, nuk mund të dalë kur 3-1. Kur? Me historikun që ka ndodhur në proceset e votave. Edhe bevas debë rezultatit 3-1 pa e të fare. Edhe tua, si ndodhi. Pra duke deformuar plotësisht vullnetin e një qarku. Ka ndodhur, kemi fakte. Po sigurisht. E vërtet. Megjithatë, zoti Skuqi, të